Të nderuar shikues, përshëndetje. Do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama merr pjesë në një demonstrim të forcave të armatosura të ushtrisë në Zallher, diskutohen arritjet dhe sfidat e mbrojtjes. Sali Berisha firmos një marrëveshje me sindikatat dhe deklaron pas 11 majit nuk do të ketë pension më të ulët se 200 euro, japin fund korrupsionit qeveritar. Në prag të sezonit veror, turizmi në Vlorë vuan mungesën e fuqisë punëtore, bizneset synojnë të zgjidhin problemin me punëtor nga lindja. Frederik Ndoci shpallet lojtari i preferuar i publikut në mbrëmjen e dytë të spektaklit Ferma VIP. Silvana dhe Alba shkojnë në televotim për eliminim. Njëjmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Gjatë një inspektimi tek forcat komando në Zallher, kryeministri Rama tha se brenda kësaj dekade Shqipëria do të bëhet vend eksportues i armëve. Ai vuri në duke se sot ushtria jonë është më e mirë paguara në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që pagat dhe investimet do vijojnë të rriten. Kryeministri Edi Rama inspektoi këtë të shtunë repartin e operacioneve speciale në Zallher së bashku me ministrin e mbrojtjes Piro Vengu, duke thënë se qeveria shqiptare ka fokusuar vëmendjen në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe modernizimin e ushtrisë. Ne do të jemi një vend eksportues i prodhimeve ushtarake brenda kësaj dekade. Ky është qëllimi. Dhe jemi në rrugën e realizimit duke parë se si po ecin edhe diskutimet me kompani të mëdha të ekselencës botërore. Rama deklaroi se Shqipëria tashmë ka ushtrinë më të mirë paguar në rajon. Sot ne kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit Ballkanit Perëndimor. Jemi sot në një pagë mesatare 1550 euro. Ju kam thënë që ne do të arrijmë të kemi një ushtri shqiptare të paguar në mesataren e forcave të armatosura të NATO-s. Në fund ai përmendi edhe çështjen e pronave të ushtrisë, për të cilat theksoi se ende janë kaotike. Për një kohë shumë të gjatë, shumë gjatë, ushtria shqiptare është zhveshur nga shumë prona në mënyrë spontane, në mënyrë kaotike, në mënyrë shpeshherë të pakuptueshme. Në ndërkohë që sot e gjithë ditën ushtria shqiptare disponon shumë asede të fjetura, të cilat janë aty për inerci, por që nuk përdoren dhe as nuk vjen në punë, as nuk lëshohen një situatë që ne duhet të adresojmë me të njëjtën filozofi. Gjatë vizitës e cila përkon me 16 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, si dhe 76 vjetorin e krijimit të Aleancës, kryeministri ndoqi edhe një demonstrim nga regjimenti i operacioneve speciale, të cilat stërviten me forcat amerikane, që ndodhen aty çdo ditë që prej një viti. Këtë të shtunë Sali Berisha takoi tregtarët e ish-uzinës Dinamo në Tiranë. Ai foli për taksa më të ulta dhe reduktim të çmimit të ujit dhe atij të energjisë. Më herët kreu demokrat firmosi një marrëveshje edhe me sindikatat e pavarura. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vizitoi tregun Dinamo në kryeqytet e diskutoi me sipërmarrësit programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Berisha u premtoi tregtarëve se pas 11 majit nuk do t'i lejohet bashkisë të vendosë taksa më të larta se 1% e xhiros. Bashkisë që vend taksa absurde gjerë në 8 dhe 10% të xhiros, kur nuk do mund vendos taksa mbi 1% të xhiros. Berisha u premtoi tregtarëve uljen e çmimit të energjisë elektrike e të ujit për bizneset. Energjinë do e ulim. Sa e paguhet tani energjinë? Do të 168.000 lekë. Atëherë ne do ta pjestojmë për të. Ne do ta shesim energjinë biznesit me 6 lekë. Na 18 lekë. Do të keni juve ashtu të keni. Po, bravo, Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se brenda 4 viteve do të marrë zgjidhje kthimi e kompensimi i pronave. Të garantoj që brenda këtij mandati do marrë zgjidhje e plotë të përfundimtare, pronat dhe përmbjekët.
Më herët kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha firmosi një kontratë me sindikatat e Shqipërisë, nëpërmjet së cilës opozita angazhohet që brenda 100 ditëve të para të qeverisjes të përmirësojë situatën ekonomike të qytetarëve, duke nisur nga rritja e pensioneve dhe pagave. Mesazhi i parë që kryetari PD-s Berisha përsolli në këtë takim është vullneti i opozitës që pas 11 majit të mos ketë asnjë pension më të ulët se 200 euro. Minimumi jetik do të jetë për çdo shqiptar, për çdo pensionist që merr ndën 200 euro, për çdo të pa punë, për çdo person në ndihmë ekonomike, do të jetë 200 euro. Nga ky minimum përfitojnë mbi 560.000 pensionistë të cilët janë me pensione të pjesshme. Sipas Berishës, aktualisht buxheti ka të gjitha mundësitë për të përballuar faturën e rritjes së pagave e pensioneve nëse i jepet fund abuzimeve. Dy aksiona antidrogë në Tiranë dhe në Vlorë çuan në pranga 4 persona. Agjentët sekuestruan gjithashtu edhe 10 doza me kokainë dhe kanabis. Një 26 vjeçar është vënë në pranga nga policia pasi shpërndante kokainë në zona të ndryshme të kryeqytetit gjatë natës. Arrestimi i 26 vjeçarit u bë pas mesnaten në Rinas, ku policia ndaloi automjetin që drejtohej nga Iriu. Gjatë kontrollit atij u gjetën 107 gram kokainë, një pjesë së cilës ishte ndarë në doza gati për shitje. Nga ana tjetër, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3.180 euro dhe 48.000 lek. Iriu e siguronte lëndët narkotike dhe më pas e shpërndante në zona të ndryshme të Tiranës. Ndërkohë në Vlorë, policia zbuloi një kiosk të kthyer në një pikë shitjeje për lëndët narkotike. Gjatë operacionit Tabakino, agjentët e antidrogës vunë në pranga shtetasit Durim Bogdanaj, Kreshnik Veizaj dhe Altin Toto. Ata ishin të përfshirë në shitjen e kokainës dhe kanabisit. Policia sekuestroi 10 doza kokaine, kanabisi si dhe paketa cigaresh pa pull fiskale. Personat e arrestuar kishin përshtatur ambientet e tabakinove për të kryer aktivitetin e palishëm. Klientët ishin kryesisht të moshave të reja, ndërkohë që policia po vijon hetimet për të zbuluar personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një ditë pas arrestimit, ish pjesëtari i forcave të armatosura Altin Morina refuzoi të jepte shpjegime përpara gjykatës. SPAG akuzon për bashkëpunim me bandat e fushkrujës, ndërkohë që ai është lënë në burg deri në përfundim të hetimeve. Gjykata posaçme ka konfirmuar masën arrest me burg për ish efektivin e Reneas Altin Morina, i cili ishte shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të operacionit Revanshi. Morina u arrestua të premten dhe me vete kishte një pistolet pa leje. Ish polici kërkohej pasi ishte akuzuar për kultivim të bimeve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Në komunikimet në Sky ECC rezultoi se Morina ka bashkëpunuar me të fortin e Nikles Durimbami, referuar dosjes voluminoze të prokurorisë së posaçme Revanshi, ku goditën 7 grupe kriminale dhe urdhëruan 50 masa sigurie, doli se Altin Morina kishte lidhje të forta me bandat famkeqe. Konkretisht në dosje thuhet se ish efektivi forcave speciale bashkëpunonte me Durimbamin për kultivimin e bimeve narkotike në zonën e Nikles dhe Tapizës. Sipas SPAK, Morina, duke shfrytzuar pozicionin e tij si efektiv i policisë, kishte favorizuar Durimbamin për kultivimin e drogës, ku ai merrte një shumë parash nga krimi. Jo vetëm kaq, por ka dyshime se Altin Morina furnizonte me informacione sekrete bandat. Altin Morina u arrestua dhe në mars të vitit 2023, pasi në makinën me të cilin po lëvizte në zonën e Kodrës së Diellit i u gjetën 113.000 euro. Në prill të atij viti ai u lirua nga gjykata dhe u la me masën detyrim paraqitje, pasi tregoi përpara tokave të zeza faturën që tregonte se i kishte marrë parat një biznesmeni për problemet e tij personale. Në atë kohë policia kishte dyshime se ai kishte lidhje me grupin kriminal të Ervis Martinajt. Morina rezulton gjithashtu se është përjashtuar disa vite më parë nga policia për ushtrim dhune dhe mos zbatim të urdhrit të eprorit, por ai u rikthye sërish brenda sistemit policor me vendim të gjykatës administrative. Një aksident i rënd ndodhi pasditën e kësaj të shtune në aksin rrugor Flak, sektori Rinia, në Durrës, ku një automjet i drejtuar nga një 16 vjeçar përplasi për vdekje një këmbësor. Ndërkohë po ashtu në afërsi të urës së fshatit Bulgarec në Korç, një këmbësore, teksa ka qenë duke lëvizur në anë të rrugës, është goditur nga një mjet. 65 vjeçarja është dërguar me urgjencë në spitalin e Korçës, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte plagëve të rënda. Policia po punon për identifikimin e drejtuesit të mjetit të përfshirë në këtë aksident, ndaj po kontrollojnë gjithë kamerat e sigurisë së bizneseve përgjatë aksit rrugor nacional.
është kryeqendra e turizmit në jug të vendit dhe në këtë prag të sezonit po vuan sërish mungesën e fuqisë punëtore. Fluksi i vizitorëve kërkon njerëz tek shërbimet dhe biznesi po synon ta gjejë zgjidhjen te punësimi i personave nga lindja e largët. Teksa sezoni turistik është në Prag, në Vlorë dhe në qytetet e tjera bregdetare, nis një tjetër garë, ajo për të gjetur punonjës sezonal. Hotelet dhe restorantet po përballen me mungesë të theksuar fuqie punëtore, ndërsa gjithnjë më shumë po mbështeten te punonjësit e huaj për të mbuluar pozicionet kyçe në sektorin e shërbimit. Pagat kanë ndryshuar, jemi të kënaqur tani për tani, dhe kushtet e punës i kema goxha mirë. Se po mos kishim kushtet, s'do punonim dot. Me kushtet e punës jam më se e kënaqur, por dhe me rrogën, më se normale që rroga në sezonin e verës është më e lartë se sezonin e dimrit, për arsye të kapacitetit. Ne po hasin shumë për fuqinë punëtore, por kryesisht të rinjve që nuk shërbejnë në këtë profil. Kërkojnë profile të ndryshme me paga më të larta. Ka vjen fuqia punëtore? Fuqia punëtore vjen nga vendet aziatike, kryesisht nga Miramari. Tashmë punëtorë nga Bangladeshi, Filipinet, Madagaskari dhe vendet e tjera të largëta janë bërë pjesë e përditshmërisë në kuzhina, në pastrim, në shërbime deri te detajet më të vogla të mikpritjes. Posaçërisht me stafin, këtë vit kemi një rritje të shtuar të kërkesave për punonjës nga shtete përtej Shqipërisë në Afrikë specifikisht, për të mbushur ato pjesë të stafit që shërbejnë si staf mbështetës. Bizneset në fushën e turizmit kanë nevojë për staf mbështetës dhe pozitat më të kërkuara janë ndihmës kamarierët, pastruesit dhe mirëmbajtja e bizneseve në tërësi. Në Vlorë, për mbi 600 struktura kërkohen rreth 3000 punëtorë, ndaj të huajt shihen si një zgjidhje emergjente. Frederik Ndoci është shpallur fermeri i preferuar i publikut në mbrëmjen e dytë të spektaklit Ferma VIP. Gara mes konkurrentëve tashmë Saviene bëhet më e fortë, ndërkohë që Silvana dhe Alba shkuan në televotimin e të hënës që vjen, ku njëra prej tyre do të eliminohet. Spektakël, sfida, emocione dhe garë, kjo ishte panorama që përcolli mbrëmja e dytë e Ferma VIP. Me presim me Eduard Turkitje, të gjithë njerëzit që punojnë. Një televotim i hapur që prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut, mbajti gjatë në ankth konkurrentët. Fermeri i preferuar që publiku ka zgjedhur nëpërmjet votës është Frederik Ndoci. Ishte Frederik Ndoci, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermeri më i votuar dhe duke u shpallur automatikisht kryefermeri i javës. Ky post veç përfitimeve që jep Ndoci si kryefermer e vuri edhe përballë një zgjidhjeje të vështirë, siç ishte ajo e sfidantit të parë. Kush është emri? Alba! Alba Pollozhani ishte e zgjedhura e Frederik Ndocit, të cilës sipas një formule të vendosur nga Agai, ju desh të zgjidhten një tjetër fermer për t'u bashkuar sfidës. Unë e zgjedh Big Mamën. Duket se Alba e ka nisur lojën e saj ndaj Big Mama u bë sfidantja e dytë sipas zinxhirit të përcjelljeve që do të përballej me të. Kjo e fundit duhet të zgjidhte po ashtu një emër që u bë automatikisht pjesë e televotimit për t'u eliminuar javën e ardhshme. Silvana u bë e zgjedhura e Big Mamas. 3, 2, 1, nisim! Gjatë sfidës pati tension, grind, por edhe të qeshura. Pas një betejë disa minuta, Big Mama u shpall fituese, gjë që çoi në televotim humbësen e kësaj sfide të parë, Albën së bashku me Silvanën. Mbrëmja vazhdoi gjatë, diskutime dinamike, por edhe dyshime për fermer të infiltruar ishin disa nga momentet më pikante të natës. Qartove dhe tënde dhe pozitën që ti po mbante do mbash. Në më pak se një javë, veç fermerëve duket se janë angazhuar në lojë edhe opinionistët, Castro Zizo dhe Zhaku. Të vëmendshëm gjatë dinamikave të lojës, ata nuk i kursyen komentet e tyre. Një rol kyç në këtë ferm ka edhe kryeplak Albano, që në nisje të javës Albano Bogdo është të futur në rol duke ndarë jo vetëm punët e fermës, por shpesh duke u ardhur në ndihmë fermerëve. Po ndodh një gjë aty, a ka një pëlqima, një flirtima?
Shkëndijat e para janë ndezur në fermën më të madhe në Shqipëri. Limi dhe Casey po ashtu ishin në qendër të vëmendjes mbi raportin e tyre. Ndonë se ata u përpoqën të sqaronin se është vetëm një marrëdhënie shoqërore, dyshimet në pjesën tjetër të fermerëve nuk munguan. Vendos. Më falni shumë. Do i pres gjithë pasojat. Edhe thyerja e rregullave nga Alba pas hapjes së zarfit që Agai kishte dhënë Ronit pati pasojat e saj. Siç besoj ju a ka marrë mendja, ju të dy do të keni nga një dënim. Dy fermerët u dënuan, ata të qëndrojnë të mbyllur në dhomën e fakirit deri të hënën, ndërsa u është ndaluar komunikimi gjatë këtyre ditëve me pjesën tjetër të konkurrentëve. Po Luana! Arritët! Ja, po im dhe shtëpia. Nga ana tjetër, Frederik Ndoci si kryefermer dhe Big Mama si e zgjedhura e tij do të shijojnë përfitimet e dhomës së njëshit 3 ditët në vijim. 24 orë në 7 ditë javës, Ferma VIP vjen për publiku në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në ekranin e Vision Plus. Gjithë që keni qëndruar me ne, ju duam shumë. Natën e mirë. Nderuar shikues, u kemi përfunduar me lajmet, bashkë mirëpafshim.